Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do sjell dy histori. Një motër e cila është në kërkim të vllajit të saj, dhe është pikërisht Maksim Trimi të shumiq, dhe një histori që vjen nga Berati, një vllai i cili ka humbur kontaktin me vllain e tij, Afrim Verçe, dhe ky është Afrim Verçe. Janë këto dy histori që trajtoj sot në këtë live dhe do të kem familjen e tyre. Do ta nis me historinë e Maksim Trimi, 37 vjeçari nga Gramshi të shumiq, i cili la gruan dhe vajzën 2 vjeç në shtëpi dhe u largua drejt Selanikut dhe shkëputi një muaj më pas kontaktet me familjen e tij në Gramsh dhe konkretisht në 30 qershor të vitit 2014 përpara 10 viteve. Çfarë ka ndodhur në këtë histori, çfarë dyshon familja dhe pikërisht dyshimet për ish bashkëshorten, që kjo e fundi sot nuk lë as vajzën e vogël të ketë kontakte me familjen e babait, do na i tregoj të gjitha këto detaje motra e Maksim Trimit, zonja Miranda Trimi, ndaj unë hapritaren dhe eftoj. Miranda, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta. Jemi të dyja së bashku në këtë live, pasi fatkeqësisht në familjen tuaj Trimi keni të humbur vllain e shtëpisë. Bëhet fjalë për Maksim Trimi. Maksim Trimi. Janë mbushur 10 vite që për vitin 2014 dhe fatkeqësisht ai ende rezulton i humbur. Unë dua të pyes sot e dashur Miranda dhe ndalemi te 30 qershori i vitit 2014 kur ishte edhe telefonata e fundit e vllait tuaj dhe më pas nuk dije se çfarë ndodhi me fatin e tij. Vllai Maksim Trimi ka humbur në 30 qershor 2014 dhe telefonata e fundit ishte me bashkëshorten, Marietën. Pra, telefonatën e fundit ai e ka realizuar me bashkëshorten e tij Marieta. Po. Çfarë shpreu në telefonatën e fundit? Thjesht nuk ka thënë gjë. Jam mirë, punoj, kaq. Vllai juaj në atë kohë ishte jashtë territorit të Shqipërisë. Po, ka humbur në Greqi, në zonën e Selanikut. Në zonën e Selanikut. E dashur Miranda, mund të më tregosh në çfarë muaji dhe në çfarë viti u nis drejt Greqisë për më treguar historinë e vllait dhe më pas se si humbët ju kontaktet? Po, nga vështirësitë ekonomike, edhe nusja ishte në që aty ishte me një rrobë, të thuash 300.000 lekë vjetra, edhe ishte shtysi me i asaj që kemi edhe një ekonomi më të mirë. Shtysor ishte bashkëshortja, për rrobë më të mirë, mjetes më të mirë, si mbas versionit të saj. Edhe i vetëmonë, mund t'ikësh Maksim, mund t'ikësh në Greqi, mund bësh më shumë të ardhëra. Edhe ajo ishte shtysa kryesore. Ju po më tregoni se bashkëshortja e tij në një farë mënyrë e ka detyruar që ai të emigronte jashtë. Po, kështu i bie. E qartë, sa vite kishte vllai që ishte martuar? 2 vjet, kishin dhe një vajzë. Kanë një vajzë. Po. Pas 2 viteve martesë, ai largohet emigron drejt Selanikut. Po, nuk është herë e parë, ka ikë edhe tjetër, po nuk i ka ecë, dhe i kthente policia në kufi, i kthente se ishte pa letra, pa dokumenta, ka ikur mallit. Mbriti në Selanik, një muaj fliste nusja dhe vllai im që ishte po Arbeni që ishte në zonën e Selanikut, që më larg nga vllai, fliste rregullisht. Edhe për një muaj humbi kontaktet pastaj me gjithë, me familjarët. Për një muaj qëndrimi në Greqi. Çfarë pune ka bërë vllai juaj në Selanik? Po, çoban, punë të çoban. Çoban, e kuptoj, në periferi apo në daljet e Selanikut, por përgjatë një muaj që ai mbajti kontakte të rregullta me familjen e tij, me gruan që kishte lënë në Shqipëri, por edhe me vllain e tij që jetonte aty, çfarë tregonte? Po, mirë, thoshte punoj, vetëm kaq, mirë jam, punoj, vetëm kaq thoshte. A kishte shfaqur ndonjë problem Miranda? Jo. Telefoni i tij rezultoi i fikur pas datës 30 qershor 2014. Po, pas datës 30 qershor 2014, telefoni i fikur, edhe sot e kësaj dite, nuk
10 vjetë, nuk. Ju si motor, çfarë dyshoni se mund të ketë ndodhur me fatin e tij? Ndoshta ka qenë ai që ka mbyllur telefonin, a ka patur ndonjë arsye, ndonjë motiv të fortë që mos kontaktonte më me gruan, me vajzën e tij, me familjen e tij, me vëllezër, motra? Ne kemi shpresën, pasi do Zoti është gjallësh në këtë jetë, por kush është dyshimi jo dhe mendimi si familjar? Po. Nuk e di çfarë mendojnë tani me. Ai shenja për dyshuar që nuk është kishte, ishte më i zgjuar nga ne, ishte më i shkas në gjithë ne. Dhe nuk di. Nuk di çfarë të them. Është pak moment, është një ngjarje shumë shokuese që na ka ndodhur. Sepse nuk janë pak, janë 10 vite që ai rezulton i humbur. 10 vite. Si ka pasur marrëdhëniet me gruan e tij, me Marietën në Shqipëri? Po ngjarjet që ndodhi më pas, masi muaj që humbi vllai, rezulton që nuk i kanë pas të mira. Pse? Çfarë zbulua ju? Po ajo një muaj deti ke banesa jon, ke babin fshatë dhe iku pa lajmëruar, pa gjë, iku dhe na kërcënonte me një shok tjetër, me një burr tjetër, si ta them. Iku dhe na kërcënonte, do la gocën, thoshte, kishin edhe te në Elbasan, ju sini zota mbani. Nusën. Ne ndërkohë kishim vllajën e humbur dhe nuk e di ku kishim kokën. Nuk e di ku ishim, nuk e di. Është një ngjarje Një muaj Miranda pas humbjes së vllajt, ju po më tregoni se nusja pas një muaj largohet, nuk e priti dhe filloi t'ju kërcënonte. Po për çfarë ju kërcënonte juve? Na kërcënonte sepse do lën gocën e vogël, thoshte të ishin edhe në Elbasan dhe jemi mirë në podesh. Po që burra thoshte ai zotëria që i kishte marrë, kishte dalë për zot për momentin. Ndërsa ne qanim apo ishim shumë trishtuar për vllajën. Por vajza sot me kë jeton, vajza e Maksimit? Po, me nënën e vet, me nënën e vet. Ajo nuk e bëri atë veprim të shëmtuar që ta lidhet e shinat e trenit, besoj? Jo, nuk e bëri, sepse ne denoncuam policinë e Gramshit, shkuam bashkë me policia na tha që ne nuk do ndjehemi, do rrim në heshtje, ju vazhdoni takoni kur keni lënë takimin, se morën takim ditën e dytë, domethënë. Na kërcënimi, ata nuk dolën. Thjesht ishte kërcënim dhe po ne i morëm masat, morëm policinë dhe shkuam në vendi. Do thoshin do lini gocën, sepse ishte minorene 2 vjeçe. Vajza ka qenë vetëm 2 vjeçe, sot i bie ti 12 vjeçe? Po. Keni kontakte me vajzën e Maksimit paktën? Jo, nuk kemi kontakte. E kam takuar 2 herë rastësisht në qytetin e Gramshit. Më është afruar, jam halla, e kam thënë, 2 herë rastësisht. E kam përqafuar, kam ndjerë rrugën e vllajt. Më pas nuk di, edhe unë jam larguar nga Shqipëria. Më vjen ka shumë keq, e dashur Miranda, që përpos që keni vllajën e humbur, ju sot nuk keni kontakt as me mbesën, me vajzën e Maksimit. Jo, sepse nuk s'ja kërkon detyrim ushqimor dhe thosh pse s'ni përgjigju kaq vite. Familjarët e Kesit, se Kesi e quhen besën tonë. Por ne kemi menduar që të gjejmë vllajën një herë më pas, siç takon mbas rregullave, mbas ligjit, që nëse vllai është gjallë do dalin. E kuptoj. Por divorcin e ka kryer nusja e vllajt? E ka bërë divorcin apo s'kan qenë të martuar me celebrime? Po, me celebrim ka qenë. Ajo ka kryer divorc, ka bërë celebrim me këtë që ka marrë tani, sepse nuk e di se e kanë marrë, se e kanë bërë celebrim, po e kanë bërë. Por shumë shpejt martuar, e kanë bërë, mas një viti martesë e kanë bërë celebrim. E qartë, ka bërë divorcin me vllajën tuaj që fatkeqësisht është i humbur dhe ajo më pas ka vazhduar jetën e saj. Unë uroj dhe shpresoj. E ka bërë divorcin, por ne s'jemi paraqitur asnjëherë në gjykat. Në gjykat, ne. E qartë, ndërkohë unë uroj dhe shpresoj që Marieta ta ndjeki këtë live, të ndërgjegjësohet që vajzën e vet ta lërë të ketë kontakte me ju sepse është gjaku juaj, ju e keni të vllajt vajzën.
Po, është e vërtet. Unë doja të kisha kontakt me mbesën, sepse lesonë çik dhimbje nga unë e vllai dhe nuk e di, është mallë. Të nxjerr mallën e vllait. E vërtet. Më lejo dhe njerë Miranda që t'jap të dhënat e vllait tuaj. Vllai juaj quhet Maksim Trimi, është nga Gramshi. Konkretisht nga cili fshat i Gramshit jeni? Kisht. Në Kisht. Po, Kisht. Nga Kishta e Gramshit, aktualisht ai është 37 vjeç, ka humbur çdo kontakti me ju fatkeqësisht përpara 10 viteve. Në datën 30 qershor të vitit 2014 nga Selaniku dhe në atë kohë ka qenë vetëm 27 vjeç. E dashur Miranda, në momenti që vllai juaj humbi kontaktet, ti më tregove që ke pasur edhe një vëlla tjetër në Selanik. A ka shkuar ai në vendin ku punonte Maksimi? Është interesuar? Ka shkuar vllai im Arbeni në vend ngjarje ku ishte i punësuar vllai im dhe ka pyetur pronarin dhe pronari ka thënë që nuk e di, ai ishte lar, ishte ndruar dhe kishte ikur. Kështu, këtë version ka dhënë pronari. Po, me vete kishte marrë të gjitha sendet e tij personale? Po, të gjitha sendet e tij personale dhe bakteria e tij kishte mbyllur, sipas versionit, gjithmonë pronarit. Edhe ne më pas e kemi denoncuar këtë pronar, për arsye se të dim një gjë më tepër dhe ka mbajtur brenda shteti grek rreth 2 javë, por ai atë version ka thënë dhe polici, nuk është se ka. Vllai juaj në shtetin grek ka qenë në mënyrë ilegale, nuk ka qenë me dokumenta. Po, ilegale, po. Dhe policia nuk ka rindot të bëjë verifikime edhe nga sistemi TIMS, nëse ka dalë nga Greqia apo vazhdon të jetë në Greqi. Por Jo. Por pas denoncimit që keni bërë në policinë greke, e dashur Miranda, qoftë dhe në kuadrin e thashë themeve, ka mbritur ndonjë informacion në familjen tuaj? Kemi pas thashë theme që jo mos qani, mos u të shtoni se mund tjetë këtu, mund tjetë atje. Por ne dyshimin kryesore kemi, mbase mendoj unë si Mirand, mbase është futur nga këto, si quhen të manastire, që lejohen futen. Nuk di çfarë mendojmë, rreth 10 vjet, nuk di çfarë mendojmë tani. Mendon se vllai juaj mund të ketë përfunduar në ndonjë manastir? Thjesht mendimi im, nuk e di, se përderisa nuk gjendet gjurmë, vetëm aty nuk i lejon, domethënë që të futen të kontrollojnë apo policia, se ne kemi bërë denoncime, kemi bërë dhe një kërkesë Fosto Tunel këtu në Greqi. Po, emision që merret 2015-ën. Po. Edhe pa rezultat, nuk gjenden gjurmët e vllait. Dhe kjo gjë na të shton jashtë mase. Po më tregon që edhe në kërkimet që ka bërë emisioni Fosto Tunel, që merret me njerëz të humbur në Greqi, nuk ka gjetur fatkeqësisht asnjë gjurmë të Maksim Trimit. Asnjë gjurmë. Ndaj ju dyshoni se ndoshta mund të ketë përfunduar në ndonjë manastir, por vllai ka qenë besimtar, më fol pak për karakterin e tij. Jo, asnjë lloj. Thjesht besoj që ka Zot, por nuk ishte me këto. Mbase nga trishtimi, thjesht shoqes, mbase ka ditur diçka që ajo kishte lidhje akoma, se kur kemi takuar me babain e Marietës, ai ka thënë këtë që ka marrë tani goca ime e ka dashur që në shkollë, që kur ishte më re, para se të martohesh me Maksimin. Do me thënë ju dyshoni se kur Marieta ka qenë e martuar me vllain tuaj, ajo paralel ka patur dhe një person tjetër? Këtë nuk e dim, po e ka thënë jati vetë me gojën, që këtë personi që ka marrë goca tani, e ka qenë lidhur edhe më parë dhe ka dash, e ka marrë tani, që u me vllai. Edhe një gjë na bën shumë, nuk bën sens në këtë histori, që një muaj kishte që u me vllai dhe ajo i ku largua. Po t'ishte dikush tjetër, nëse do një person do e presësh pastaj 50 vjet paktën apo 10 vjet, nëse s'bën, do shiko të jetë në saj normal, nëse s'ke lajme të mira. Apo E qartë, logjikisht keni të drejtë. Por ajo vendosi që një muaj pas humbjes së vllait tuaj të largohej, gjithsesi është e drejta e saj dhe nuk e pengon dot askush, por
Mua më vjen ka keq që ti dyshon se ndoshta vllai mund të ketë ditur diçka, e ka mbajtur sekret, është trishtuar dhe mund të jetë kjo një arsye që ai ka fikur telefonin dhe ka vendosur vetë të zhduket kështu, pa lënë asnjë gjurmë. Po, dhe jo, po për ne, motrave, vëllezërve që jemi 8, nuk jemi 7, siç jemi tani jemi 8, nuk kishte pse ta bënte këtë gjë, nuk. Ai ishte më i dashur nga ne dhe kjo na bën përshtypje gjithë. Ishte më i dashur, më i dhën. Pas Maksimi gjithë ne. ishte i vogli i fëmijëve apo? Si? Maksimi ishte i vogli i fëmijëve? Jo, ai është bas meje, i pesti. I pesti në renditje. Por të kujtohet takimi i fundit ose biseda e fundit që ke pasur me vllajin? Po, me vllajin në biseda e fundit ishte një çik i trishtuar, do të ikte në Greqi, thoshon, përse do ikesh o motra mirë aty në punë, afër familjes, se unë kam menduar gjithmonë të afër familjes, afër qetësisë, afër i shefit akoma, punë ishte. Nuk se ishte me lejen e lindjes akoma, mirë ishin. Shtëpia mirë, për bukuri. Në ushqime me këto i ndihmonte dhe babi im se ishin shumë mirë nga gjendja ekonomike në fshat. Nuk kishte pse, të emigronte goca e vogël, ishte ndihmë aty. Pra, e dashur Miranda, përpara se vllai të largohej drejt Selanikut, ti e ke takuar dhe ai ka qenë i trishtuar, nuk ka dashur të emigroj. Jo, nuk ka dashur. Po do të ikë, thashë se më thotë edhe nusja du të ikësh. Du të kemi lek më shumë. Nuk e di, kjo edhe na dyshon dhe kjo sepse do të largohet vllajin. Nuk e di, është një enigmë më deta. Nuk di çfarë them. Jemi kaq trishtuar, lënduar nga humbja e vllajit sa nuk ka fjalë. Por prindrit i keni? Babi, nana nuk e kemi. 2008-ën, babi gjithmonë, kur flas telefonat tani që janë tjetër, Miranda, more vesh gjë nga për Maksin, që shtet. Unë dhe pse jam Greqi, sot e kësaj dite, ku punojmë në një lokal, i ruaj njerëzit kushyn. E mendoj atë në mendjet time që do vinë vllai, do hulet tu për kafa të ngrënë. Të besoj. Ju e keni rritur shkurt Maksi? E keni përkëdhelur me këtë emër? Po, Maksi. E keni menduar ose desha të pyesja më saktë, keni bërë ndonjë verifikim me policinë greke për burgjet, ndoshta mund të ketë përfunduar në një burg të Greqisë? Po, kemi bërë për burgjet nuk ndodhet. Rreth 2 vitet e para, 2014-2015 dhe 2016, 2017, gjithmonë që bënim telefonata që nga Shqipëria, se dënonte një ishte, edhe jo thëshme ata, jo, s'ka për burgjet. Thjesht vetëm për manastirët ose është trishtuar ka ikur dhe këtu jashtë shtetit, nuk është në Greqi, pasë në një vend tjetër. Gjendja e tij, kur themi ishte i trishtuar, gjendja e tij psikologjike ka qenë e rënduar apo le të themi ishte një mërzitje, një stres që mund të ketë patur, por jo, thjesht një mërzitje që nuk do të largohet nga familja, por duhet thoshte pastaj, duhet që të ikim, kemi lek më shumë, kemi të ardhme. Për shkak po mjaftojnë ato që ke ti hashi gëzuar, ti hashi qet, ke shfaqet, po unë dhe je mirë. Po jo që se dhe nuk jam thotë që piki. Unë uroj dhe shpresoj që Maksim Trimi e dashur Miranda të jetë shëndoshë mirë, të ndodhe diku dhe të reagojë, ta zbuloni këtë vërtet. Por nëse ai do të dëgjonte, unë dua t'i përcjellësh një mesazh në emër të të gjithë familjes, në emër të babit, të motrave dhe të vëllezërve. Maksimi, vaj motrës, qofse më dëgjon dhe je në këtë jetë, duhet të bësh i gjallë, paktën për babin që është 73 vjeç mbush i dje, edhe asnjëherë nuk pushon me na thonë që Maksi është i humbur, nuk gjinet me, ose a keni lajm të mirë, ose telefonate parë që bëjnë me babin e, keni marrë vesh në gjë? Ku mund t'jetë? Malli atit dhe malli jo vllai nuk e mbaroj kur, përderisa ne nuk kemi në sy. Qofse je gjallë, thjesht në telefonat, nuk është se duam të vim në dhakoshën, qofse s'do, mund të rish aty ku je, po qofse e ndje thellë atë mallin e
motrave, babit, vëllezërve që të presin me padurim. Thjesht një telefonat, thuj jam mirë dhe do të rritu ku jam. Pa problem, nuk po se të përshim jetë nëse të themi hajde jeto me ne ose vetëm duhet që t'jesh mirë, duhet që t'jesh. E dashur Miranda, ta ulloj me zemër që ai të jetë që ndoshë mirë, të ndodhe diku, ta marrë këtë mesazh, të zbulohet kjo e vërtet dhe të lidheni sa më shpejt me vllajin tuaj. Faleminderit Odeta, shumë faleminderit nga zemra. Unë të falenderoj që të pata në këtë live Miranda. Ne do mbetemi bashkë në kontakt me shpresën që çdo informacion që do vi unë do t'ju njoftoj. Të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Do të sjell sot historinë e Ibadete Shaqiri dashur miq. Nëna e 3 fëmijëve, por fatkeqësisht djali nga martesa e parë që ka 8 vjeç, kjo nën ka 4 vite që nuk e takon dhe nuk i dëgjon zërin dhe ajo akuzon ish vjerrin dhe ish vjerrën. Ibadetja ka qenë përpara disa ditëve në live me Odetën dhe ka denoncuar ish vjerrin, ish vjerrën, por dhe ish bashkëshortin se ky fundit ka ushtruar dhunë ndaj saj. I lëkujtojmë një ato momente dhe rikthehemi. Që jam kanë martume 3 vjet. Dhe gjithë kohës kam pas probleme me ish burrin, ama nuk është kanë shumë problem burri sa janë thonë familjarët e tina. Sa jo është një person që gjithë shka ka vendos familja për ata, fjallë nuk më ka dashtë. Kohë në fundit janë njëse dhe dhuna, po më shumë e kom pas dhunë psiqike se fizike, se vjerën e kom pas ashtu si më ka bënë në stop dhunë. Ka shkel, ma grushta ka krijet, më ka pëshu, edhe motrat e tina i ka thënë shkaj të bënë, pse i të bo këta, i zhjere i ka thënë lene se e ka lip. Shka do që kom bënë, se nuk i ka përqy, sa kom bënë, ka pas veç qatë djallë, për ja marrë gjallin, edhe më ka thënë i të më marrë gjallin. Kone fundit janë nësër më mëqu në për hoxalar, në për psikolog, në për psikiatra, se kanë dashtë më bëtë që jam unë e qmenë. Edhe çdo herë që ka fëmija janë, diçka që i ndodhë diçka gjallit, unë e njëmi. Kompletin ka 2 rastet që kanë ndodhë, që kanë pa operacion edhe që kanë po sinet, e kom një veti shumë keq. Si ko një frimari të munal. Më mungën përqafimi atina, mungën era tina, mungën zoni tina. Nuk e di që bajrami që u pa nuk e di që kom kalu që e ditën. Ky ishte denoncimi i Ibadete Shaqiri dashur miq, e cila akuzoi familjen e ish-burrit. Ish-vjera, ish-vjeri e kanë dëgjuar këtë video dhe duan të reagojnë, të japin versionin e tyre dhe padyshim t'i kthejnë përgjigje ish-nusës së djalit. Unë do habilitare në këto momente për ish-vjerën e Ibadetes, zonjën Suzana Dogani. Zonja Suzan, përshëndetje. Përshëndetje. Mua më ka ardhur një denoncim nga ish-nusja e djalit tuaj, nga Ibadete, e cila më ka treguar që nuk ka kontakte me djalin e saj të vogël. Po. Dhe jeni ju që bëheni pengesë. Po. Oj ti motër, unë jam të ta kallëzu realitetin. Unë e dhe se gjallin me trauma, gjallin nuk ngon me fol. Edhe më ka bon gjalli. Nuk ngon me fol. Unë s'jam t'ja majt, nuk jam pengesa asaj. Heq. Pa jo veç u të fol, që mos u të bon, veç mu ka. Unë nuk jam të dosht mu ka pas mu, se ka thirën, i thash gjallit, pasha Zotin, pasha një Allah që unë jam, i thash nuk ngoja nisi me kajt, me mësim, me ketë pihu. Zdisha ta, o që ditë edhe mëspusja me ta. Por pse djali nuk do të flasi me nënën? Qa ka ndodhur? Oj, motër, ato nuk e ka. Unë jam të ta kallëzu realitetin, burre grue nuk o morra ajo vesh. Ajo vesh ka dosh me një këtu kush se ka qitën. Jam të ta kallëzu realitetin. Po unë nuk du mu mirë me këto se na i na mirë me gjyqin ata. Djalin ma kalon vetë muë. Na i kalon vetë. Me dëshirën e vetë e kalon, nësi një marë. Me pas me botë që mos nësi një marë gjallin. Më lejon do të bëj disa pyetje, çfarë ka ndodhur me Ibadeten? Ajo ka qenë nuse në shtëpinë tuaj. Nuse ka qenë shtëpinë time, pës ka dash me nejtoj motër, unë me zërë sunë e mnali, gjalli sunë e mnali me zërë, vetë ka dash me dëshirë, vetë ka dash. Se ka nalë kërkush të ka qti. Ajo më ka treguar... Ajo më martu motër, ajo ka jetën e vetë, i ka fëmit e vetë, Allah ile në të mleraha. E qartë.
Ajo është e martuar ka jetën e saj, por sido që të jetë, ajo kërkon dhe djalin nga martesa e parë, se është nëna. Po, nëna unë si akum nëllë, në të vene tash ajo jashtë, unë jam Kosovë, nuk jam jashtë, unë së nja që gjallin Kosovë. Si akum nëllë une, s'di shatam. Unë jam Kosovë, ajo është jashtë. Unë që ta është i qysh mja dhënë, gjalli kontakte e kalon 2 vetë, gjalli nuk do, a merë s'po di qysh më thonë. I mungon dashuria e nënës? Po dashuria i mungon, ti me një gjallin të folë, ti me në të kreslon, po gjallin nuk ka bon si, s'po di qysh më thonë. Edhe gjallin se kam, për qysh, se po e hup ketë me mëse me ketë, po dalashitët kretë. Ajo nuk e di shfar nënë e unë par me nënë, për e vledin e vetë, se se jam t'ja nëllë, ne të bene ka po edhe vetë. Për ja kum qitë ka hi, ka bova kia ka hi nër gjempertimi, nër bluzë, veç me hi, s'du, se duhe, se m'kalon, nuk e duhe. Unë s'po disha më të thonë. Si, i badetja ta ka sill djalin dhe të ka thënë që nuk e dua më djalin mbaj e ti? Po gjali s'ngon me folet 2-3 telefona mi ka thyje, cop me cop mi ka bon. Unë s'po di qysh me shti gjallin kontakt me fol me ta. Unë të kuptoj qartë, por pse kjo urrëtie ka që madhe e një djali për nënën? Oj motër, se ka hi po fëmi moj ma kalon unë edhe atë kum rri. E që thashtë qysh mi ashti unë e dashnje në nëngës. Qysh mi ashtije? E kuptoj, dhe më thënë ai nuk e mban mend nënën, ka qenë i vogël. I vogël e kalon, të na me mu rritën, nuk po do. I Badete më ka treguar edhe ato vite që ka qenë nuse në familjen tuaj dhe më ka treguar se ke qenë ti shkaktarja e divorcit. Nuk kum qenë në shkaktarja e divorcit, aje e dekort mi se ka dalë me nër burra ka dalë, jo me mua, ka dalë për 4 sen ka dalë, mu po më ven shumë keq motër. Nuk po dune mu sjell me ato gjeste se ajo o mirë vesh në gjëgjë. Unë e se kum të tyru me folë se pish pjesë vetë ka dalë, dhe atë ka folë. Shka i ka nguaj ka folë, unë e zdi shka thamë. Problemi o konë me burën e vetë, me mu, ja. Jo, motër, se nëse këm qitë kërkam për shpije. Po ta kaldi realitetin, me mu shka së më ka thënë të nga kaj, kema lyp ke halalin, ban ma halal, shka të këmbohe. Unë e si këmbo gjo. Unë e si akum në algjallin se 63 vetë me rritun e fmi, unë madhe për ta me full. Madhe unë shë për ta. Po të kaldi, se shka ka bajë 10.000 euro mi ka lyp për gjallin, tab gjallin. Ha? Aso madhe për ta, në dokumente kam, keti kam. Mua më vjen keq që ka ndodhur kjo situatë. 3 vetë sa ka net, 2 vetë zënë që ka netën. Mo herë për vije, herë s'pë duhe, herë për vije, herë s'pë duhe. Ama gjusën e shpijes, ami 300 euro, ami 10.000 euro të abgjallin, shka s'ka bëhe. Unë s'di shka të thamoj më tra jemi, për të lutna, lena rahat se me gjyqin a mor vesh, vetë ka dhonë në më shkrem. Unë s'ja kum dhonë, s'ja kum më punu. Ata. Po kjo është e rëndë, nëse ajo të ka thënë më jep 10.000 euro të jap djalin. I bie që nëna e ka. Një 6 muaj se kena pa djalin hespi, bau pas po do. Nona s'po do, bau ba, këto. Shka kanë dash kanë bo. Vaj më trajime. Shumë e Shka ka rëndë. dash të bo. Shumë e rëndë kjo situatë që ti po më tregon nëse është e vërtetë. Është pak zemrën se unë një gjallë kam, nuk e kum detyru ata me dalë për shpije kërkush. E kena lutën, ka thonë nuk e veti, mas pari ka thonë se veti burrin e vetë. Ta veti në mërti nuk drejti, ka du shkoj, me taksi shkoj. E ka mërë gjallë, e ka qunë me kërë, se kalon me taksi se pike zhjegit. Shka u të lypa jo për meje. Shka u të lypë se ka bu gjys krejtve. E dashur Suzana, qetësohu, nuk dua që të irritohesh dhe të mërzitesh nga kjo gjë. Të lutem qetësohu. Vesh llogaritë 63 vetë me rrit fëmijë, a o mirë? A o mirë? Ajo vetë ka dash mu martue, vetë ka dash burr tjetër, s'ka dash të meni, se ka dash. Teri fëmija i vetë i thë. Por çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi mes i Badetit dhe djalit tuaj? Pse nuk ka dash me nic, di shka ta me burrin e vetë sa burahat. I e njeri si e njeri, i e burr si e burr. Ajo i dhe vetë gjonat, po pse i pështelon, pse i gatëron. Ajo më ka treguar, Suzana, ajo më ka treguar që bashorti e ka dhunuar dhe bënte çfarë i kërkonte nëna. Që në kam dokumentat as se ka prek djalli, pasha një zot, pasha ke dit, se na nuk jena gjën tjebër. Jena burën e kam shkollum,
Djali as prek se ka. E kena lutë për shtumë, për gjak, i kumë thonë, hajde nuk e shdrypju në krenarien teme. Une nuk di shka i thamë. Une kumë lutë, hajde, ke bo gabim, ke dalë pishpije, hajde, nuk e shdrypju në krenarien teme. Unë alë një herë e këthejta që ke e kjeqja, që ke verre kjeqe e këthejta. Hajde se e ki fmi, u këthyje si e prisht, si e dalashit, unë s'di shka i baj. Nuk kam unë s'di shka i bajnë se vetë, me dëshirën e vetë ka dalë. Edhe Allah i le thuj, mos qëtë pi Terezije, mos në dalashit me gjallin me ketë se vesh me qunë bardovë zgjallin. S'di shka i bajnë, shkollën vetë mësusën, kete ka dalashit. Tiri për ditë lindje atë ja qajtuar, të mësusja tha jo, pasun e s'kam sa më dhumë ca kam. Mja festu ditë lindjen me hupërën e mësimit, nuk moj. Edhe e lam, asë në, tiri si njeri i kalzova, po fjallët e mija asaj e vrausin ata. Ajo realisht, Suzan, ajo realisht... Ani thash, qëja thash, por nuk po mirë. Thash të nuk le mësusja. Për e natit e më ka shkuja ka qu, ja ka bo surprizën, gjalli kur ka ardha dit i shut këtë i dalashit. Lemësim, me shkako, këtë edhe mësusja o habit. Une nuk di shka i bajt, për e natit e më, për e natit tuën banë shka mështë. Rinuti që ajo që 4 veta 5 o martue, 2 fmi, më kun djali jem që e kina shlu në, djali jem henëz o martue. Ajo vetë ka dosh mu martue, vetë ka dosh burë tjetër, për kushte ka qitë të shpije. Ajo realisht për ju ka folur dhe ka thënë që unë kontaktet i kam vetëm me Suzanën për djalin dhe gjithë shka ku i ndarjes ka qenë pikërisht Suzana. Mu ka kontakt, ata po. Po kur e ka thirë djalli, mas i ka shku pikturit, ka thonë mos më pengo. Unë fillu jetre, mos më pengo. Qysh me thirë, qysh me kontaktu me ta, qysh po do me kontaktu ajo. Hala po menon, hala unë e thirë, djali që ta shti ka gru ketër, a dekta? Suzan, unë e kuptoj që djali jot ka një muaj që është martuar, ajo ka vite që është martuar. Pse o martu, ka bërë sa mos më martu. Pse o martu kanë hi që të komplite, o my të thirë. Që t'ja tetës, pse s'ja qëtë burit motrës? Unë për detyre e kam për burin e motrës, e kam për nëme me vetë, Jo, këtu keni të drejtë, por unë nuk besoj që Ibadeti është bërë xheloze pse djali jot është martuar, se ata janë divorcuar. Ato janë divorcu, po që tashti se ka hi, se ste që tashti s'ka fol. Ma lypke halal dhe shka sum lypke, që tashti ka në ndryshu ajo, shka pa ha ndryshu ajo. Jo, unë të kuptoj, Suzan, unë të kuptoj, por ti duhet të kuptosh një gjë që ata të dy janë ndarë, por gjithë jetën do t'i lidhi bashkë djali. Oj, motër, unë jam të kuptu, nuk jam t'ja nëll, ajo në Norvegji, Belgjik, unë jam Kosovë, unë s'di që shja qoj. Jam të ta kaldu, nuk jam t'ja nëll. Në të vene ta shesinon, unë s'ja kum nëll, asë njëherë ja kum qitë që mos ja kum qitë, qka s'kum bo, ja kum qu deri shpit vetë, në mos e zoti e vretë ata. Sa herë që ka tërë ja kum qu shpit vetë, të shpia vetë ja kum qu, unë e vetë ja kum qu, personalisht. Ja kum qu, e kum morë, e kum qu, asë kum morë të tu ata bema qoma, vetë e kum morën. Ajo shkau të lypi me, pse unë jashtë, unë si kam pak se sun ven ajo. Unë a gjallin, tja qoja? Qysh po ta merë ty minja, ha? Jo, nëse djali nuk do, ti nuk e detyron dot, unë të kuptoj për këtë pjesë. Po, nuk du si nga put me gjygjin nga put. Ka dal vetë, ka dhonë deklarat, vetë ka folë, vetë ka dhonë në shkrimin, unë e s'di shka i baj. Si talon shmijën të dy vetë, unë e thëmë të ashti dashnjën e nënës. Ajo të menu që dashnjën jashti, unë s'muj. Që s'po folë ti me gjallin mirë, unë i gjallit jam të tonë, për gjallus punga. Jo, unë e kuptoj, por si do që t'jetë, ajo është nën dhe e merë malli për djallin. Oj, motër, unë jam të kuptu që e ka nënë, edhe i thamë. Se vetë më banë pyetje gjalli, ku kum linë, kush unë ka kapë, në tash kush unë ka kapë i parim, ka kapë, ja bajt ka kapë motra, jo, ka kapë ajo majmunka, vetë thot, gjalli ja bajt. Për nënën? Ka kapë për nënën se ki mamë ata, nuk e ka mamë ata. Ajo më pas mamë kish dash muë, më kish këshyrë muë, pa ajo musë më ka dash në talon. Unë e shka ti ta mune, po banë ja qëtë ke fotën e burrit ja qëtë ke.
Perkeja që t'ke foton e burrit vetë e ka sprau. Unë s'ja kum qitë foton e burrit vetë, a? Mua tërse nuk i di gjunat, shka kena rje. Marrëdhënia nuk se djerë. Do më thëmë, çfarë ka ndodhur mes teje dhe Ibadetit? Pse ky konflikt ka që i madh? Zoti e vrau, ta di Zoti e vrau sa e ku ka dalë a dit me burrin e vetë o rrok, as që e kum ditë që jo të shkuaj. Zoti e vrau se deklaratën e kam gjëq. Nuk jam të ditun e me ta qysh më mirë, a? Që ta ti mu ka akizat muhe, a? Farë shkon kjo me ta. Shkon se më ti në telefon si e lujt, ajo nuk u mirë i motë, nuk u mirë është me sufau ka. Unë po të kam të i drejtën se ja kum shlu udhën, hajt, më ti në telefon në rezil më barë. Qysh me fol me ta, qysh me kontaktu une me ta, qysh me kontaktu une me ta. Kur një herë s'fol si njeri, po si të fol, shka së më thët? A miro për ta? Pse ju ofendon? Ju ofendon? Unë ja këshu djallin, jo me tonë faliminerës, a unë është më ma qitë djallin. Ja që asi njeri, edhe ja kum qitë tinza, ja kum qitë krejt. Shdo sen ja kum qupa ata, e mira e ka vrau. Unë s'di shka ta. Ajo shka do në të unë nuk kam kur farë me ta. Në të mle rahat se me shtypje me ketë mi ka hypja savi. Drejtëm për ta ta. E dëgjuam dhe versionin e Suzana Duganit. Ajo mohoi gjithçka, tregoi një tjetër version dhe tha se është djali 8 vjeçar i cili nuk është rritur me dashurinë e nënës dhe nuk pranon të ketë kontakte me nënën, por kërkon të ndryj edhe i zhvjerri i zonjës Ibadete, zoti Fadil Dogani, kështu që hap ditaren dëgjojmë edhe zotrin. Fadil, përshëndetje. Përshëndetje. A jeni lodh? Nga pak, unë të falenderoj që dëshiron të flasësh këtu në live me Odetën, por më ka ardhur një denoncim nga ish-nusja e djalit, ku akuzon juve se i pengoni djalin që ajo të flasi në telefon dhe të atakoj. Po, ajo është anku, realitet, djali ka 8 vjetë. Po. Edhe prindërit vetë ku më thonë, nënës vetë e motrave të asaj, ku është ajo e mirë që djali letë pole, knatësi matë madhe nuk ka kur djali do me pole. Besot që djali nuk ngon. Ka pasoja që 2 telefona në i them mija. E kuptoj. Na me gjëq jena nda. Vetëm po të rëgoj diçka. Po. Unë e kom punu një 20 vetë në qendër për punë sociale. Po. Një 17 vetë në arsim. I qartë. Jam jurist i diplomum. Unë e çështjet sociale, edhe të fëmijëve i njën detale. Ku është ai pati mirë, që fëmija let pole, na me, qysh me thonë, me dëshirë kina qëtë me fëmija let pole, nuk fol, edhe ti tash me thirë, se të në rrësh vëq kanë e mështjet derën, nuk ka dëshirë me pol. I dashu Fadil, Shumë pasoja o të pasë. I dashu Fadil, unë e kuptoj që ai është rritur pa dashurinë e nënës dhe nuk ka interes, nuk e njeh, nuk do të flasi. Unë e kuptoj këtë pjesë. Pa interes. Se ma sqaroi dhe gruaja juaj. Na s'jena fajtor. 1-2 vjetë. Onën gjithësore ka, me legje ka. Vjene shet, kur shon t'ja nalë djallin? Kur s'ja nalë? Në fillim një këmë thonë në atyne. Fëmija, pavarësisht të kurritat, në rëndësion mos me pas pasoja. Se në gjykat, në vendim gjykatës, janë krejt shkaqet e shkurërzimit. Por ajo më tregoi që ka pasur dhunë psikologjike nga ish-vjera e saj dhe dhunë fizike nga burri. Nuk është e vërtet. Ja. Edhe shka?
Po, ju dëgjoj Fadil. Nuk është ajo vërtet, ka pasoja mendore. Ka, po të? A e ka me dokument? I dashur Fadil, realisht, çfarë ka ndodhur? Se ma tregoj dhe Ibadete që më kanë bërë të sëmurë mendore, kërkoni të më çoni në spital, ndërkohë që unë nuk kam probleme, tha. Jo, nuk është e vërtet, e motër. Prandaj po ju pyes. Me këshirë historien e asaj të smundjes, Fol, djali. Po du me fol, se s'du me fol vetë. Zemër, përshëndetje. Përshëndetje. Po sa i bukur që shën ke, more. Faleminderit. Zemër, ti nuk do të flasësh me mamin. do me folja jo. Jo. Se nuk pse? po të kupton gjumë pak. Por pse nuk do të flasësh? Pse të s'do me fol? Që s'duar. Pas dhe ba, se s'po të. Ti e di që ke dhe një motor dhe një vlla? Nga mami? Jo. Po ata nuk e dëshirë ti takosh të flasësh? Jo. Dëshiron ti thuash diçka mamit? Jo. Që teta Odeta t'ja tregoj. Jo. Atë e ka marrë shumë malli për ty. Nuk më nuk. A ke shase? Se ke smerë me zërë birë. S'merë me zërë. Jo, benon se... Jo me ba pëse nuk... Po nuk du me fol. Ani se nuk shtekja me zërë me fol, në. Mirë, le të largohet djali, është e kuptueshme, e kuptova, lare, mos e gacmoj me djali. Vallahi. Zoti Fadil, Edhe neve për në banë nevojë. Me pesë ju konti. Si e ka që surprizën të i ka rëthë një. e kuptoj qartë situatën. Klas 3. Në dytën, vjetja ka quhe një torte për ditë lindje. Po, Edhe ka bon befasi. Mirë pa e befasi ka ndiku shumë kesë. te djali. Shumë pas ka pas. Ka qenë i shpërqyshëm, a zajdes ka ra poshtë, shumë i doptosht, po ka pasoja djali shumë. Edhe ajo nuk i kupton pasoja që ka mundet me ndo djalit. Që a dit nuk kon heq, nuk zdo me mije, bon të arrogant, Ibadetja, shumë po ka e qartë. pasoja. Onën ligjore ka me pa. Vjen, bën ka që ne kja qesmi, pasësht nuk ka ja qesmi, pa problem se sune nalmi, ligji e lejon. Edhe në telefon nuk do. Ndoshta nuk beson. Jam 70 vjeqar. Tregova çfarë profesioni këm pas. E qartë, e kuptova, zoti Fadil. Jam shumë i kuptueshëm këtë çështje. Edhe drejtën familjare, edhe në shkopnesme e kum ligjëru këtë Zoti Fadil, zonja Ibadete tha që ndoshta djali nuk do të flasi me mua sepse më ka harruar, por gjithë meraku dhe frika e saj ishte se ish vjera apo ju ish vjeri mund të ndikoni negativisht e djali. O pasha, besën s'di qysh me dëmint, çfarë arsye, nuk di qysh me dëmint. Një dëshmi e ki prej nanës e Badetit, motës e Badetit, ku ka nërë të në Kashanik me pa, aty në e këmë tonë, ku a i fat i mirë që djali let fole me juve, se na lirumi, Të kuptoj. menë që jam të prit me bon moshën madhore letëstoje, nuk e pengojmë, o e drejt legjitime nënës. Na nuk e pengojmë, për djalis për do shkami bombe, nuk morin vesh,
nuk duen me kuptue. Zhak të Legrina. Edhe aq ma keq me fjalë të ashpra. Zhak e Grina djalin si Julio. Me fjalë të ashpra djalin, ki edhe mazi, po merë trauma. E mshil derën, s'ngon, o pasha besën, kanar, e kina mashtruhe. Tingza e kina që. O pasha besën atë dit, e smute, me tuge, me ka krejt. O bish pyrti jo në bi. Kur është taj pak i mirë që djali le të vole vetë se liromi pëse që kesh një familje. Unë uroj dhe shpresoj që djali me kalimin e viteve të kohës do rritet, do e mirë kuptoj dhe do ketë kontakte me nënën, sepse realisht ju po e rrisni atë fëmijë. A ka ma knatësi se djali me pol me nënën? Po na qa që jena të kuptushëm, qa që jena të arsimum, qa që i dim pasojat. Zoti Fadil, ke ditë shka për t'i thënë ibadetes ishnuse së djalit? Po, thuj, mo se nuk pëngon, thuj, ndështë bajbes, ajo... As beson. Ajo nuk beson, që ashtu... Unë e thamë asaj, mo me zërë, se vetëm unë të bon djallin me trauma. Jo, ka thonë shumë hapalla. Edhe s'di se herë, na jena njerëz bre. Kur një herë nuk folë si njeri. Pak si e dëkume, me thonë, a ka mundësi qyshon, ja kina qitë djallin, në video, hik, na e bontën djallin me trauma. Ajo nuk i intereson çfarë trauma. E ka po nënë vetë, motre vetë. Ku ka nërë me vizitu, nënë vetë së kom, në ja kina qitën, si ja kina nalë. Vetja ato, a i ka qofë, a shka ka bo me to. Shka s'na ka thonë ajo, po unë në aspektin profesional, s'du mi dalë asaj ftyre zirës. Se kina dokumentacione, para së me orte na, kina dëshmi, unë libreze shëndetësis, unë fletëshimi, orientimin ku me shku më shëru, familje vetë në ka propozu. Edhe na jena konë me kam gullje, po se dashti. Aso e bi, këmë thonë, kur jena për shëndet në gjithë, e këmë thonë, o e bi, ishallah me luk të aplonit ta. Edhe migja e vetë ka qenë aty. Bile maj, migja e vetë punon ministrije sene, a i ka ra, ka ndërmjesu i në morë vesh. Vetë mirë. Mos të një atë detale, thuja soj. Nëse do djalin me bon, me pasoja, nuk pëngon zdi shka i baj, vetëm me vnuni ka merë. Që se shë, djallin e të shë, zdi shka i baj. Zoti Fadil, nuk kina pëngjes t'ishe bindon, se non e ka. Ku e fa ti mirë, me dash djalli jam shumë i knaqën, prej kemi të knaqën. E qartë. Po, kupton, është e nivellit që ashtu, me ngarkesa pëse që i kemë, po, nuk po him në atë karakter se zban me hije. Janë që është e personale. Është një fatkeqësi, nëse se ajo vërtet ka pasur këtë lloj probleme. Unë të falenderoj Zoti Fadil, sigurisht falenderoj që folëm bashkë. E kina dëshmien, e kina vendimin e gjykatës. Edhe me dash një nërë, s'këzëm një nërë. E kuptoj. Se është qendra për punë sociale, është kry që kusht, unë policia, unë gjykata, në ata s'kina drejt në nërë. Se ka me vendim gjykatës. E kuptoj qartë që gjykata e ka lënë kujdestarin nënës, pavarësisht se ajo ju ka lënë juve. Mija nuk po do. Do ka mërë pasoja ka trauma. Dersa të rritët s'kam shka i banë. E nësë mja e ka të gjithë.
Vallaj motër, mos mi prish nervat me ta, Allah hile. Jo, unë dua tjetër. Jo që jam tutja saj, po mos mi prish nervat se ajo se herë që ka pull më ka shtru për toke, drejtën për tata. Se herë që ka pull shka s'm ka thëmë, na? Jo, unë të kuptoj që marrëdhënia është... Kure qatë s'ma ka thëmë, tiri, kur për interesat e vetëm të i ke non dikura heq, kur ka ke telefoni shka s'm të i ke, unë nuk di shka i thamë asajna, e kum lut, ata bëllë mire e kum lut. E kum lut nuk di shka të thamë. Unë e kuptoj që marrëdhënia mes te dhe saj ka qenë acaruar dhe ajo ndoshta ju ka lënduar, ju ka ofenduar shpeshherë, por ti e nën vetë dhe... Unë jam të tonë ty, jam të lutën, nuk du, bilëm nuk du kontakte, veç ka ki gjallit, kam ja qelë deri sa t'jam gjallë, kam ja qelë. Por kështu nuk du me pas kontakte se më ka prish total. Më ka tirë në vetë, shka s'm ka thonë telefon, rezim ka bënge. Shka mos, kjo është në shpe mo shka mos, nuk di shka thonë se jam bo gjysë vetë, jam bo. Këtë na ka bo gjysë, drejtëm për ta tha. Se shka s'm ka thënë lëshkë në zemës ma ka kallë, shka mos, tu bo gjalli cop me cop, që shqit historie më ka quë, që shqiti, copa, jam lëzë copat, jam lëzë shta, jam lëzë shata, unë një gjalli kum pas, si kum pas dhejt, për ta ma ka këpu taltonin, ma ka bu pik me pik, për kur gjëhes me nerva, nuk du me fol, drejtëm për ta thamë se edhe mazi, që ka zonë zemra më masi. Unë e kuptoj, e qartë, është drejta juaj, nëse ti do të flasësh... A i ka kallë teshat, a shka s'ka bon, jam të kallë, dzuhe se për kur se ka pengu, si jam unë që aty në vend, kjo e ka bumlu e ka kallë këtë shpjën time. Unë nuk di shka të thamë. Me ata në cop me cop i ka bon, me tesha i ka shkuat, i ka kallë, zdi shka të thamë. I ka tirë vetë, babën me vetë, veç me dalë, na jo, ajo veç me dalë. Nuk di shka të thamë, motër. Baba e natë e ka qumë psikiatri, na se kena qumë. Ajo shka u bo, vetë, ka arë qashtu ka arë, e smut ka arë, drejtën për papa. Nëse... Shka të lutë na, ade, nuk duhe. E qartë, Se pasë zotit nuk jam me vetë edhe mirë me shtypje, po të kalëzoj, prej qatë heri që më ka tirë në vetë, më ka tirë mu e ka tirë gjallin shka s'na ka thonë, gjallin punë e ka tirë, rezil mu, rezil më ka bo. Kur që ma miri nga kontu një të shpi, asë gjohë vlatë s'kena pas me ta. E di ajo fort mire di, veç vete tuja, e ka tirë në jote ty në telefon në dërën tone. Veç vete. Vete. Ka tirë në vetë, ka arde ka pak tu, për ditë linde ja kum qitë në nëzë vetë, unë për dëtyre kam me gjëq veç në nëzë këti. Tirë më tre vetë në veti, unë e vje e grej zhag. E grej zhag gjallin, se ju e një është. E kuptoj. Unë s'për di shka mi thonë që të ashti, ha? Dhe në motra, në të folëbëria me burrat e më ma qitë gjallin, po s'pëngon e të murë veshoj motër s'pëngon. Vesh me pare. Ajo e leke kjo thirë i badeti. Unë s'kam batë mu mirë me krejtë, drejtëm për ta tha. Rezil, drejtëm për ta thonë se jam garku i komarë deri këto. Ma më vjen keqë, dhe unë nuk dua të të ngarkoj më shumë e dashur Suzan. S'tu i të lutë në ati ide të i fort mirë, tu i ka thonë verajote, ish verajote, se si jam verë për ta. S'u i ka thonë verajote ti e di, bëllë mirë shka ke bonhe. Kum lutë, po s'ka dash me unë shkrenaria në vetë ajo. Njëherë kum këthy që ke e keqja, për zdyti ka dalë vetë me dëshirën e vetë, nuk dhe vetë i bilëm zdu me një kushi i borrit vetë i ka thonë. Edhe ka dalën, e ka bum lu këto adet, ja ka me shku sët, ja s'ka. As gjalli se ka prek me dorë, rejnë se që shqitë rejnë e ka bon. E ka bo pa din, e ka bo atë në shkupje tonë, ka bo pa din, këra ka mos, jetoj që tu, jetoj që aty, une idea jo vetë i di, shka ka gatruhe. Unë jam të të kalëzu, motër nuk du me hijet, të laushe, si jam të dashë se garkuana ma shumë. Aje i di shka ka bon këtu. E dashur Suzan, ti e nën, unë jam nën dhe i badete është bërë nën. Prandaj jemi të dyja dhe po flasim tamam si nëna, ti e bërë dhe gjysha. Se e ke nip. Ideja është kjo, nëse ajo mund këtë pasur probleme psikologjike, kjo është një fatkeqësi. Por nëse djali nuk do që të ketë kontakte me nënën e tij, unë e kuptoj këtë gjë sepse ti ma nxore djalin dhe unë dëgjova vetë djalin çfarë tha. Ndoshta i duhet kohë djalit të rritet, që ta kuptojë, ta pranojë nënën. Pas nauli, si qetësohet, si të rritet, që do vetë, lirisht e ka.
Po, por ndoshta ti si gjyshe, disa foto që mund t'ja bësh, t'ja dërgosh nënës që dhe ajo të çmallet. Sido që ti jesh nën. Po më thoni shpesh e vetja, po do ta thirrri djalin. O çot beso që 2 telefona mi ka thye. Cop me cop mi ka bëhe. Beso që copa më ka bë të mshue, s'po di qysh më thonën. Po ta jap edhe unë një propozim. Po, Fadil. Sirë një dit. Sirë djalin nemën të asaj. Po jo me foto. Pa foto, thjerë edhe këshire apo fol. Kur dush? Që ndash me vërtetue. Desh notën, desh ditën, kur dush? Jo, qartë, unë e kuptoj, unë e besoj këtë pjesë. Kur më bind. Jo, unë jam e bindur për këtë pjesë e dëgjova vetë djalin. Djali është shkëputur me nënën në moshën 2 vjeçare dhe sigurisht ai nuk ka dashuri për atë. Kjo është e kuptueshme. Ato s'pi kupton hiç ajo. Kjo është e kuptueshme. Djalit i duhet kohë. Ajo kohë. thonë që kemi kuptuar ato. Unë nuk di shka tam, vallaj, bilaj si ja kum lar se ja kum qu, ja kum qu. Edhe një ditën e mirë. Po, ja kum qu në djalin, po sa herë që e ka lyp ja kum que. Vetë ja kum qu, vetë e kum morrën. Se jam non vetë i kum thonë, unë e kam më ta bajt. A mo që tash unë jashtë së nja qoj. Së nja bajune. Ajo me në, kur të vere, në del, në top në të qitë ma gjallin kam ja qitën. A mo unë e kështu, unë ages së nja qoj. Zdi shka ta. E dashu Suzan, unë uroj që të qetësohet edhe i badetja, edhe ju. Fol, para 2-3 vete ka ordën. A fol, a i ka qaf, a ju ka folën. E tinza e ku më razgjallit si a ku më ka dhumi a prish dit lindjen. Se i pa të shua këte krejt, e ku më ka gjallin, hajte në nësin atë shkuterit e restoranti me pi një kafe, kur i ka pa atë, deshka o dalashit, të hik e të boq mos. E kuptoj, qarë. Mëri i qëtën pare, nuk i duhe, mëri i qëtën lojna, mëri i qëtën nuk i duhe, si duhe, non hajde të shpia, o të ke që pe morrin. Beso se pasha zotin ja pa që mi naulën, nuk ja kum naulën. Unë uroj Suzan që këto konflikte të shuhen. Ti noni e vetë, a mund është me folti me një fmi 2 vetë, një thonë mëse du që ta, shka kupton fmija 2 vetë, ala bashkëmirë s'ka pas fol, Unë uroj që të qetësohen këto konflikte, të qetësohet dhe i badeti, të jepet kohë dhe djalit, ai do rritet, kështu që pa dyshim do e kërkoj nënën e vet. Uroj që mos të ndahet nga nëna, sido që tjetër ajo është nëna e tij. Për ata se nali se pengoj i kum thonë edhe asaj, edhe këtë ja kum qit nënës gjyshës vet. Ja kum qit tezë vet veta. E nënën e vet spenolja, kurra, e dhe ajo fort mirë që ja kum quhe. Po, ajo nuk o miroj mua të rëzdi shka më thonë, se kur ta kapin hon, rezil të thirë e qelë telefonin hordë banë, rezil. Unë është 63 vetë mua të rikam, nuk kam vakë mu miroj me qësi probleme. E kuptova, ju paske një konflikte vetëm i badetin, ju paske një konflikte edhe me familjen e saj, me prindrit e saj. E kuptova. Folti me nënën e saj, si ata ka nanti, ata ka qitë gjyshës. A vallaj motrave dhe anurve, ose kam për dëtyrë mja qitë. Zhag me gregjallin me bot gjys nuk e kam. Qata. Tirë njona, tirë tjetra, sa tirë më travet, sa tirë kjo, sa tirë ajo, patore ta opin. Edhe ti dajanes. Nuk moj, drejtën për ta, me të mlojnë rahat. E dashu Suzan, ty bravo që je një gjyshe që po e rrit me shumë dashuria të djalë, edhe pse nusja erdhi ta solli dhe vazhdoi jetën e saj. Ti po e rrit, unë uroj që edhe i badete. Plus në me dhemë se kjo martue, u ftillue, ani shqypyr gjëllëzi nuk kam, shqypyr që o martue, ka fëmi, shqypyr e prek tjetrin, inshallah dhe tjetrin e prek. Unë s'kam kur far me ta, s'kam minotja, s'kam gjëllëzi, as kur nisem. Pimi e ka dalë, jetën e ta vazhdojnë, ajo, gjalli jam me vazhdojnë vetën, s'kam shkaj bëj. Që një mu që o martu që 100 herë që më thirin, shka s'tuaj, Kjo është e rëndë, nëse ka ndodhur kështu është e rëndë. Nëse të marrin dhe të ofendojnë, ndërkohë që kjo misi është prishur, ata janë divorcuar dhe për hir të fëmijës ju lidh të keni kontakte, uroj të bëhet më mira, të shuhen këto konflikte e dashur Suzan. Inshallah. Dhe djalit i jepet kohë të ketë kontakte me nënën. Ai do rritet. Si dëgjali, pak si të ketë telefon e vet ka me tirë. Djali ngjatë nga djali jot.
Po, ka baba i vetë, po. Oj, motrori së rjegat, nuk disha më të kallëzue, se veç kërtion e di, se më të hejtë ty detaule, një avdi duhet më të kallëzu kretë. Më t'i kallëzu kështu, me dokumenta me keti kam. Po, me fjallët e veta, ajo me ketë me dokumentat e veta, gjyqi, edhe gjyqi shka ka full, me gjyq. Unë nuk di shka thamë sos jam kon gjyq, o kon vetë gjyq, o kon gjalli vetë i kanasi, nuk di Ne shka. harroni të shkuarën edhe ndërprisni konflikte, se konflikte dhe sheve tuk janë gjëra të mira. Uroj të bëhet me mira dhe të falenderoj. Se cili jetën e vetë, s'kam kur farë, diçka. Që është ajo shka do në thoje. Shka do në thoje se su për e vladin teme kum këshyrë, po zot jo i madhë, ati i ja kum gjonë. Po ka kalëzë, e na shtrim për toke. Në besov shpak, që besov. Po që të fjallë shkram të t'i folë këtë vërteta janë. As të nja në shtofsha zotit që të mlausht. As të nja si ashtoj. U boft me mira, të përshëndes nga Tirana, me nuk pafshim. Tungi, ditën e mirë, falë më shumë, faleminderës. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që duat me mua deri në fund të kësaj video. Mos harroni të klikoni like te kjo foto për t'u abonuar dhe për të bërë pjesë e kanalit tim zyrtar këtu në YouTube, Odeta Dume Mandro. Faleminderit.